Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit, ja ku jemi dhe sot në këtë të premte datës 2 maj dhe fill pas ditës punëtorëve, ecën me ditën e punëtorëve. Mirëmëngjes kolegë. Mirëmëngjes kolegë. Me që je kështu në një emocion dhe në një atmosferë jo të mirë shpirtërore, se shoh që një javë para zgjedhjeve ti nuk mban fare. Më thuaj si kemi punët? Punët do jenë mirë, o vlla. Jo. O vlla, pse qesh? Nuk kam qarak. Vlora jeti. Na, Vlora. Po pse o vlla? Po, jase, koha në Tiranë është e mirë, koha në Vlorë. Është hera e parë që të kërkoj vetëm parashikimin e kohës për Vlorën, për qytetin e Vlorës. Atëherë, në Vlorë do të jetë temperatura pranverore, gati verore. Kanë filluar të lanë, janë larë gjithë javës, se koha ka qenë mirë. Por, nëse, një në 1 milion është mundësia të bjerë shi, ka një zgjedhje që mos lagen. Në orën 7 të darkës të teatri Petro Margo. Është kolegu me 50 pa pak. Po, Të nuk e lën 8. Jo, e lash në 7 sepse më thanë që vlynjatët flikan herët dhe sidomos kur qeshin shumë i zëgjumi herët. Ose i zëgjumi duke parë atë që bën ti. Do, tash që ti ndjellë. Këshit në i bileta për? Që ti ndjellë 7. Mirë, pas këshit. Vënde kam betur. Do më thënë, do jetë dhe kolegja. Unë jam. Ma shkel syrin. Jo, në kuptimin që do jesh dhe ti në sken. Në sken? Në sken. Nuk do në sken. Maksimumi mund të të mbledh miqtë e mi nga Vlora të vinë aty pa. Faleminderit, motra. O, të lutem vllai. Pas keni ndryshu dhe dialekt. Jemi vlonjatizuar? A mund të kthehemi tek dialekti çam, siç e keni bërë këtë program gjithë jetën tonë? Jepi. Qish bane? Qish bate, ç'është kjo qish bate? Nejse. Por do iki kolegu me makinë, apo jo? Unë do ta ndjek nga pas. Po, pra, problemi është duhet dëgjosh makinën. Rrugës kur je duhet dëgjosh makinën. Zhurmat e makinës tregojnë shumë gjëra. Gomina, guzhinjeta, frena, vaj, filtra, bori. Gjithçka. Çfarë janë këto? Po, kolegë, ke parasysh janë do vije dhe bardha në bashkë që janë në relief. Po. I kanë bërë, do të thënë që bësh zhurmë dhe të futesh kërsin vende. Po. Një mikesha ime morën telefon, shoqin dhe tha, se sa bërë mëse si bërë makina, si Kupto, e qartë. Por, ka dhe njerëz që kanë vesh absolut për makinën. Beton. Po, ja, kolegu, me thonë një zhurmë e vogël, kolegu të kenë defektit. Për mua ka gjetur vetëm nga zhurma, që kapaku i ujit nuk ishte bidosur deri në fund. Bidosur dhe deri në fund. Po. Makinën? Nuk e di si ka fituar këtë aftësi kur makinën e ti nuk e ndes kur. Jo, kolegu ka bërë një kurs 2 vjeçar për mekanik. Jo, kjo është e tepër. Po e ka bërë online. Kur je pasagjer je më i vëmendshëm. Po. Kështu që mos e fol shoferit. Okej. Në rregull, por le të dëgjojmë pak një zhurmë që të trëmb nga makina. Për shembull, disa të fortë kanë fut kokën në poshtë timonit sepse ka plas skapamento? Stop dhunës ndaj makineve të shtrenjta. Po, unë nuk jam dakord me këtë, por në Azi mund ndodhin edhe këto lloj gjëra, prandaj mbështesim tarifat e presidentit Trump. Përveç kësaj, mbështesim partinë që na çon në Europë dhe në Azi. Atë e mbështesim, e kemi mbështetur, dhe kjo është arsyeja që dalim çdo mëngjes. Eksakt. Unë do kisha pas qef partinë Euroatlantike, gjysmën e parë të partisë, po thanë jo, duhet dhe gjysma dytë. Do e vetëm euron, dhe pjesën e lulit. E kupto. Por, ka dhe zhurma tjera. Zhurma që i lëshon ju vajzat. Tashmë dhe djemt, me thënë të drejtë. Koleg, ka ca zhurma që këta të rritë sotëm nuk e kanë ideën fare. Shumë zhurma që bën ajo kaseta kur mbaron. Ana A, që do side A. O, sa i lashtë jo, koleg. Jo, nëse dëgjon atë zhurmë, ka ardhur koha që të shkosh bësh ekzaminim prostate për meshkujt. Për meshkujt, po. Dhe për vajzat nuk po. Jo ti se tjere. Ka ca zhurma, pra, ka ca zhurma. Dohen që për otoks. Apo botoks e themin. Po thuajmë nuk është tur. E themi, nuk është tur. Po tani që kanë bërë botoks e çunat, ata do të bëjnë kontroll dhe për botoksin edhe për prostatën? Eksakt, dhe i bëni njëti mjek. Okej, le ta ndih. Prandaj vjen erë botoksi. Klasike. Ju të dy? Kjo prap është në të ardhmen.
Për ne nuk është në të shkuar, në kuptimin që... Po. Ja 20 vjet ka kjo si gjë, nuk është se ka shumë. Por atë celularin, spaku nuk e do. Nuk e do spaku. Nuk e do. S'ka memorie, s'ka kujtes. Përveç se si ka këto, domethënë kush shëri shkruaj mesazhe. Kupton apo jo? Ai është celularu. Mban mend se sa bukur i çante arrat. Lajthit, bajamet, sa vitet festat vitit të ri kemi kalu duke fol. Alo, ja se pam. Kur më bërtiste babi, ma histe. Pra. Stop dhunës ndaj fëmijëve me celular Nokia. Ti e di pse Nokia mori fund apo jo? Pse? Nuk do të që tash. Sepse nuk investoi në nuk bën ta ky me televizor tash. Celulari është për alo, është për të pap. Vërtet nuk ekziston Nokia më? Ekziston, po jo. Shumë do të si ke parasysh. Gati faliment. Kolegu kërcen në mënyrë të shkëlqyer Michael Jackson. Kur ka vdek Michael Jacksoni, kemi mbajtur zi më shumë se sa kur vdik papa, me thënë drejtën. Keni mbajt kohë se ai është gjallë. Pap do bën gjithmonë një të ri. Michael Jackson nuk bën një ri. Jackson është unik. Aman, vetëm bëje. Po nuk mund ta bëj nga vendi. Kur do të martojmë ty, ai do kërcej atë Osman Takën, unë do kërcej Michael Jackson. Koleg do hipësh këtu. Unë do rikështu. A mund kërcej Angus Young të CDC-ve? Angus Young të CDC-ve. Pa te bën kollajti. Pa tani Osman Takën. Lutem. Me e mend, tash është kolegu do të kërcej Michael Jackson në rrugë. Unë e kam pa 2 herë. Njerë ishte për spot, publicitar. Dhe e dy tjeri policinë. Ullahtarisë njerëzit. Sidomos ka e pjesë. Ta jo pjesë. Ke vërdet ti botox, o koleg? Jo. Kolegu është original. Më thanë, bëj qik botox për rrugë dhe sigurit, po. A e shikojmë se nuk kërcehet, kjo është rrezikshëm. A e shikojmë që nuk është e vërtet që po t'jesh i varfër nuk bën qef. Po. Ata bën më shumë. Ata dhe kërcyen, bëri dhe xhiro me makinë. Ai shkreti e futën brenda, dhe s'kishte lek të paguante parafangun. Ej, shkreti, gjuna. Por le të flasim për më të mirët, le të flasim për ata të cilët janë rikthyer në guidat tona, udhëheqësit tanë shpirtëror, kallauzët tanë, kolegë, kallauzë shqip apo? Sigur më tingëllosi shqip. Se guidu do të jetë shqip, se vjen nga latinishtja, italishtja, këto shpjegohen vetëm nga gjuha shqipe e kështu me radhë. Guid, profesor Nalipa e shpjegon kështu. G-ja bëhet k, ku i d. D-ja bëhet sh, po ku ishe? Ku ishe? A, e kuptoj. Që e thjeshtë. Është thjesht fare. Që ka e thjeshtë, më thënë. Nese, nuk ka rëndësi kjo. Qofse ju keni një etimologji të ndryshme më të beshueshme, jeni gati ta. Jam i gatshëm tu atë gjë. Kujt? Keti në gjë tjetër? Jo. Po marr vesh nga këtë. Jo, e rëndësishme është që të shohim televizor, thëmë. Më mirë. Sepse nga njerëz të zotë mësojmë, sidomos nga teknologjia më e fundit, nga videollët. Mësojmë çdo ditë, koleg, përveç dielës që e kemi pushim. Jo, dhe dielën mësojmë. Mësojmë shef ndeshjet dielën? Shoh. Apo shohim rrit transmetimet? Jo, po shoh për shembull, këto shkollave të baletit në Shqipëri janë të gjitha duke studiuar ndeshjet e Interit si rrëzohen tokë. Studiojnë. Ose ti nxakin, domethënë si të shkelësh barin pa shkelur. Po, pra. Mbyllën ndeshjen. Ba, është gigant. U mërzita shumë se Kristiani që kishte vendos 4. Para jave të tyja, 10 ditë. Po, para një javë. Sa 4 ka marrë që atëre. Ka kalu. Dëshira ime është të shoh kolegun të javë motin një televizor. Ashtu. Po të pinja 4-5 birra, unë ja kaloj ti, unë e hedh ke kursia tjetër. Apo se kishim? Okej, do me kaqë. Po ta shikjon gjithmonë mua më merr, kështu si shembull. E marr vesh. Ta rregullojmë Vlorën. Nes. Pas pak, koleg, bëjmë serioz se do vi një shpikse në studio. Çfarë? Zonja Violeta Bojaxhi. Është pensioniste. Violeta Bojaxhi është pensioniste. Ka patentuar 2 shpike të saj. Është një çantë pazaresh e prodhuar nga garzat Napat, edhe një shtup ekologjike që mund të zëvendësohet me çfarëdo lloj lecke, mund ta themi kështu rrobe të papërdorur ose që nuk ju hyn në punë juve. Pra, dikur përdorim kështu plaçkat vjetra për të latë çimentot, zonja ka kthyer në shtup. Në shtup. Bukur. Po, por dhe një qese pazaresh, çantë pazaresh, nuk mund të themi qese, për të zëvendësuar qeset plastike.
e prodhuar Me napa, napat, nga garza. Serioze që është, po i kena pas, pse shpike Janë të patentuara në Amerikë, gjithashtu dhe në Shqipëri. Po presim vetëm që një kompani ta marrë përsipër prodhimin e tyre dhe patjetër suksesi do jetë i garantuar. A ne jemi po luajmë rolin e komisionerit sot. Edhe për të mësuar pak më shumë se nga i lindi ideja zonjës Violeta, ka jetuar në Amerikë për shumë vite, ka punuar 15 vite me FBI-n edhe me Departamentin e Shtetit. Deri te shtupa, do të thënë ishim okej. Edhe Ka qesën e punuar mbajt. 7 vite në Irak. Në Irak, po, ka punuar në Irak. Po çka ka bërë në FBI? Kur më prezentoj punën e saj, ishte paka shumë si vetingu në Shqipëri. Në kuptim? Do Do ta shpjegoj vetë kolegë se ka të patentuar dhe... Okej. Ka qenë në 92 në Amerikë, domethënë pas ka 15 vjet punë në departament Po patjetër, po. Është pro Trump apo kundër Trump? Unë nuk e di, po... Se duhen marrë vesh të gjëra, domethënë. Se po t'jetë kundër Trumpit, këtë punë e shtupës Soros i e qanë, apo? Po, me patenton, flokë, ma do Janë flokë. dy patentat të suksesshme. Super. Mirë. Super gjyshe. Po pastaj? Pastaj do të kemi në studio Renato Jahonosh, këngëtar nga Vlora. Nga Vlora. Ka ardhur për të na marrë sot dhe për të ikur direkte në Vlorë. Në Vlorë. Do shkojmë një ditë të parë apo jo? Ftohet një këngëtar që vjen me makinë vetë dhe transportin ta bëjnë falas deri në Vlorë. E kuftove? Kthimi pastaj me makinat rastit. E kam llogaritur kolegë, sepse më kanë ardhur 15 dashamirës, që e kam parë njëherë në Tiranë shfaqjen, do vinë ta shohin dhe në Vlorë. Sepse një e ngrënë, do më thënë, 2 të rraurat bëjnë keq. Po flasim për Renato ndërkohë, domethënë. Renato, shpaguar Renato, cila është vajza? Nuk e di. Është vajza nga klipi i ri, Lule, quhet klipi, quhet kënga, projekti muzikor, Lule. Lule. Po. Lule. Ama duhet të thënë që Renato është shumë i suksesshëm. Këngët e tij janë gjithmonë hit, janë këngë popullore, por që këndohen në çdo E njohim Renaton, pse ne e prezantojmë? Për publikun. Publiku e njeh shumë se ne. Njëri kujtes e mëngjes është. Miliona klikime, domethënë. Baba për një viti Renato. Bër baba. Po Renato ka diçka që në fakt ka pyetur. Mos i martohen kaq shpejt këta më. Ta nga Vlora martohen shpejt. Po pra. Me i vlla në i motor, shkarën... Dhe kanë dhe gjithë këto, nuk ndahen. Sa do bëj përpjekje ti kur pikuaj, nuk ndahen. Se ti ndaj, më ka pak në një një vit ka që është bërë baba, mendo për fëmijët e botë. Kemi parë edhe me 2-3 fëmijë. Po, pra. Edhe po thoshe që. Se çon të gjë e fundit me kolegu nuk e di. Albert Gjoka, pas pak i leximtarit. Tani, do flasim për 7 libra për të kuptuar çuditë e kohës tonë. Janë 7 libra që na motivojnë edhe 7 libra që na bëjnë. Bertin nuk lexon librat, po dëgjoj Bertin. Na bëjnë që të jemi të suksesshëm në nismat tona, sidomos në sipërmarrje dhe në biznese. Po, i them atit. I them, kemi nevojë për këto libra dhe për motivues. Nuk pranon. Ai është motivues vet. Megjithatë, sot mund të ndryshoj mendje. Patjetër. Sepse vetëm nuk ndryshon mendje. E kuptoj, e qartë. Këto janë mesazhe okulte që po hedh për fushatën elektorale apo kolegë, ne... Librat janë mjellma e zezë që e kemi përballë. Nexus. Vala që po vjen, e kemi pra përballë, po vjen nga Vlora. Puna e thellë, shumë punë e thellë. Manifesti kapitalist i Robert Kiosaskit. Kupton apo jo? 5 lëvizjet e tua të radhës, që i kemi enigma kolegu, nuk e dim ku do shkojë. Dhe mbi gjitha, detari i Ceos. Nga Steven Bartlett, pra gjitha këto. Do na mësojnë të bëjmë të pasur këtë libra. Patjetër. Sot është dita jonë. Sot është dita që ne mbledhim mendjen dhe do bëjmë shumë para. Domethënë kjo është e sigurt. Mendova se te do mbledhim mendjen dhe do gatuajmë shumë qofte. Me kungull dhe pul. Qofte me kungull dhe pul. E kemi të kontrolluar pulën, mos shi ashtu. Ashtu, nuk është nga... Jo, kemi të kontrolluar. E ka rritur Florenca në oborrin e shtëpisë së saj. I përtitëm pulës salmonella dit për jashtë, doli salma. Jo, e ka rritur Florenca me ato duar në oborrin e shtëpisë së saj. Ja kputi kokën pulës. Jo, kjo ishte makabër. Po animalistët që na ndjekin. Po nëse pula sikur nuk kanë. Ka organizata puliste? Po. Patjetër, e di cili është ai? Jorgos Papuljas. Po. Shef. Po. Madje ekziston një emër grash në Greqi. Po. Pula. Kemi Jorgon ton. Kemi Jorgo Pullën. Janë gjitha.
Foto si ishte apo e lamë? Ja, regjia? Regjia. O mirë. Foto? Ja të bukra, duke si biskota, por jo. Koleg, Me kungu ishin këthe? Me kunguj dhe pull. Na e kishte me të hedhur. Ku është kungulli, ku është pula? Po, ja. Brenda. Pa tjetër. Foto e radhës, është foto Florencës me durë me gjak, regjia të lutëm apë. Okej, po i quajmë të... E kalojmë, Sara? E kalojmë. Mua më duket e shishme, koleg, unë do pres të ase për ditë premte, do më thënë të bëjnë mirë. Që më gjeti me ty, do më thënë, çdo gjë, do më thënë. Vetëm pas pak me zonjën Violeta